Në një moment kur diplomacia amerikane nuk arriti të bindë Moskën të pranojë planin e saj të paqes, Bashkimi Evropian ka kaluar në një veprim konkret strategjik për të reduktuar ndikimin energjetik të Rusisë. Sipas Corriere della Sera, vendet e BE-s kanë arritur marrëveshjen për t'i dhënë fund varësisë nga gazi rus, përmes një procesi të ndarë në dy faza, dalimi i porteve të gazit të lëngshëm LNG deri me 31 dhjetor 2026 dhe mbyllja e tubacioneve deri me 30 shtator 2027. Ky vendim konsiderohet një hap i rëndësishëm në përpjekjet e Europës për të ushtruar presion ekonomik ndaj Moskës dhe për të rritur autonominë energjetike të kontinentit. Në të njëjtën kohë, NATO thekson se presioni politik dhe ushtarak ndaj Kremlinit duhet të vazhdojë. Duhet të vijojnë furnizimet me armë ukrainase, të shtrojnë presion ekonomik dhe të ndryshojnë llogaritjet e Putinit që ai të kuptojë se nuk ka rrugë dalje, deklaroi sekretari i përgjithshëm i Aleancës Mark Rutte. Ai shtoi se pavarësisht sfidave, ende nuk është moment për të diskutuar një plan alternativ pasi mbështetja amerikane për Kievin mbetet e fortë dhe e qëndrueshme. Plani aktual parashikon që SBA-ja të furnizojë pajisjet e nevojshme ushtarake, ndërsa shtetet evropiane dhe Kanadaja të marrin përsipër pjesën më të madhe të financimit, por Corriere della Sera nënvizoi se vendimarrja më e vështirë vazhdon të zhvillohet përtej Atlantikut, ku kërkohet gjetja e kompromisi financiar që mund të përballohet nga kostot e larta të luftës. Duhet gjetur një kompromis, kjo luftë kushton shumë para, theksoi sekretari i shtetit të SBA-s Marco Rubio, duke nënvizuar se negocimi mes palëve po përparon, por ende nuk ka arritur pikën e zgjedhjes. Diplomati i lartë amerikan këmbguli se rruga e vetme drejt paqes mbetet ende e hapur, por se përfundimi i konfliktit është në dorën e një pale të vetme, vetëm Putini mund ta përfundojë këtë luftë, deklaroi ai duke theksuar se presioni ndërkombëtar dhe uniteti perëndimor mbetet çelësi i fazës së ardhshme të negociatave.